Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. Përshëndetje YouTube me kafen time këtu. Edhe unë sa po erdha çova Antin dhe vllajin Antit në aeroport, sepse gjyshi Antit të ndroi jetë sot. Jemi mërzitur, me thënë të drejtën, jemi mërzitur goxha shumë. Mosha, sëmundja, me të gjitha. Ishte I sëmur me diabet, ndroi jetë sot, pra mungoj shumë. Gjyshi ka qenë super tip, unë kam qenë me faca, e kam takuar disa herë gjatë kohës që ne kemi qenë bashk, edhe gjithmonë ka pas qenë shumë tipi I qeshur, edhe shumë e vështirë shkur humb një gjysh. Unë I kam humbur të dy të mit, edhe nga ana mamit edhe nga ana babit, edhe për Antin tash të dy nuk janë më. Nuk e di, kemi qenë me fat që kemi qenë në Shqipëri deri tani, kemi pas afër, kemi pas mundësi t'i vizitojmë të gjitha, edhe jemi me fat që kur janë momentet të tilla, jetojmë në një qytet, për shembull në Dortmund, ka fluturime për ditë për në Shqipëri, janë 3 herë në javë që më duket se janë 2 herë në ditë, një mbasdite një në mëngjes. Edhe nëse ndodh një fatkeqësi e tillë, o Zot mbaj dorën në gjëra të tilla, po kështu është jeta, edhe ne mësohemi me idenë që do vi një moment që nuk do I kemi të gjithë për gjithmonë. Bëjmë më të mirën tonë, t'i duam, t'i respektojmë, t'i takojmë, t'i flasim, se me kalimin e kohës edhe me rritjen kështu më duket sikur bëhemi më shumë dhimbë, më shumë të larguar nga njerëzit tonë. Edhe kjo është e dhimbshme, me thënë të drejtën, ja vjen një moment si tillë, si tash, edhe nuk është me ai person ti nuk e takon dot me. Me vërtet më mërziti, më rëndoi si lajm. Imagjino unë që aq herë kam takuar, imagjino çunat, gjyshi I tyre, kanë kaluar kohën në fshat kur ka pas qenë, tash ishte në Tiranë. Kështu është jeta njerëz, unë nuk I kam. Një që duhet të nis punë, ikëm vetëm 2 çunat, nuk na morën në krave, se s'na morën, po ashtu po nqorat, ikën shpejt. Të rrinë me babin e vet, me mamin e vet. Edhe ne vendosëm që të rrinim në Dortmund, këtu në Gjermani ku jemi. Paktën unë me Antin si e folëm. Thash, jeta që nga e vështirë, njerëz që nga shumë e vështirë kur e mendon që do vi një moment që ti mendoj. Mua që personalisht më dhemb shumë gjyshi im, ky që kam humbur herën e fundit, sepse kam kujtime edhe kur jam shumë e rritur, edhe gjyshi mamit po jo se s'më dhemb, se duket shumë e shpifur, kështu duket shumë e ndjeshme, më dhemb edhe ai jashtëzakonisht shumë. Por me gjyshin që iku më vonë, imi po flas, kam pasur më shumë kujtime, sepse kam jetuar ca kohë me ata si e rritur, kam jetuar gati 3 muaj, dhe do doja të më shifte të martuar të gjitha. Po, thash se në thjesht doja të thoja që Anti ka ikur për Shqipëri, unë do jam këto ditë vetëm, vjen të martën, edhe pse jemi jashtë, jemi prapë me fat që jemi në Europë edhe I kemi kaq afër. Në njërë na duket shumë larg se jemi gjithë ato kilometra larg, por në të njëjtën kohë jemi kaq afër, ja 2 orë udhëtimi, I blen biletat direkte dhe I ikën. Kështu njerëz, kështu jeta, kështu rrjedhja, kështu kjo video po hapet. Doja ta hapja sepse thash këto 4 ditë jam vetëm, nuk dua të rri të mërzitem të qaj, dua që
ta kaloj të bëj diçka, ta kaloj edhe me juve, të vras pak mendjen. Se thash, edhe pse nuk është gjyshim, prap më dhëmb, e kam takuar, ishte njeri fantastik, më dhëmb për Andin, më dhëmb për familjarët, më dhëmb për babin e Andit. Njeri u të dhëmb për një kafshë, më për një njeri, kur thonë në fund fare. Kështu. Shpresoj që ju t'jeni mirë, të keni pasur lajme të mira, të gjitha. Edhe ne do kemi lajme të mira më vonë, mua do më shifnin punë. Tani bëra një frape sepse më kanë mbaruar kafet e atyre e kapsulave, i kam porositur në Amazon, kam porositur edhe matcha kësaj radhe. Më erdhën ja 2 porosi, po dua t'rregoj më vonë se nuk jam shumë në humor tani. Po flisja me Rehan, po flisja me të shtëpisë. Das ist allerdings teuer, sagt der. But I could feel the storm inside my mind. The ceiling curtains and Berta was actually Julian. No choice but to be young and dumb for the last time. Then you came to me like a wave from the deep blue sea, and I cried, 'cause I knew what it meant to be brand new. I was shining my light, redefined. Every time I thought about the leaves falling down like teardrops from the tree. Ku jemi një ditë tjetër në YouTube, kanë kaluar disa ditë nga momenti I fundit që kam folur me juve. Ka qenë që ditën që ka ikur Andi, sot është e hënë. Nuk e kam kaluar shumë mirë këto ditë, nuk e di, edhe unë mërzita me atë që ndodhi, jo jam munduar të dal, jo isha pak në treg, jam munduar të kaloj kohën, por vetëm nuk u shtyn. Më ka pyetur një gocë o erë se mendon se do ishte e lehtë, shmendosja në Gjermani në qoftë se do ishe vetëm. Mendoj se jo, nuk do ishte e lehtë, ose ndoshta do isha munduar jashtëzakonisht shumë që të kisha një grup të gjerë shoqëror që të kisha mundësi që të kaloja kohën, sepse e diela të ishe vetëm në Gjermani ishte të merr njerëz. Ishte katastrofale, ndoshta jam djerë dhe unë keq, por t'ju tregoj një vrap se ç'a mora te tregu, sepse po shoh këtë te kamera këtu, shikoni sa e bukur. E mora vetëm për 2 euro, e kam marrë edhe këtë ngjyrën e verdhë me pika të blujta dhe duket shumë bukur, që e kam kombinuar me këtë, po ashtu që mora 1 euro, për të vendosur kam një qeri të verdhë, edhe duket jashtëzakonisht yll. Mora edhe këtë tabakan argjenti, ishte si gold, si argjent mezi, e kam larë me sodë edhe me limon që të zbardhej, dhe e kam vënë për të vënë bijut dhe duket shumë bukur. Mendoj se kjo mund të ishte për llokumet, por jo për mua, e mora për bijut. Paskaj kam marrë edhe një tabaka tjetër, një vazo të vogël që ka këtu, që I kam larë të tëra. Ja, ku është edhe kjo, e mora kur bëjna një drek të lezetshme, ta vendos te tavolina, duke qenë se është e vogël dhe jep atë iden shumë të bukur. Përveç asaj, më erdhi sot edhe një çantë, që është kjo, që do jetë çanta ime e re e bazarit, është perfekte, është butter yellow, ngjyra e momentit dhe ngjyra që unë e dashuroj, këtë edhe rozën, janë ngjyrat e mia të preferuara. Nuk e di pse I bin ka pak dielli nga kamera dhe duket shumë e shëndritshme, por jo, është si mat edhe është një çantë gjigante pazari. Dhe më kishim futur brenda edhe një shall për ta stiluar te çanta, edhe unë kam shumë qef këto. Shajet e vegjël, kështu e keni vënë re besoj, në verë më duken shumë të bukur, sa I buçen nga. Shifeni. Cute. Sa bë kështu në verë, sa bukur. Por besoj se ata ma kanë vënë, se ma kanë treguar këtu që mund ta vendoste çanta, është këtu. Shikoni, këto janë mënyrat që mund ta përdor. Edhe të vendoste çanta, sa bukur, e pas kanë kombinuar me ngjyrën, kështu. Për ta vendosim pak bukur.
Mesi po pres të vjen nesër, me thënë të drejtën. Mesi po pres të ikin në aeroport dhe të marrë burrin të aeroporti, sa shumë të vendosa. Dhe më ka dërguar dhe një letër që më thonë: Hi Ersi, we're glad you want to work with us. We are curious to see how you will style your bag. Shifeni? Edhe unë jam shumë lumtur që të punoj me juve. Ja dhe emri I brandit. I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? 'Cause I don't know, sure know you want it. Afraid to let it show. Maximum hits, maximum happy. Why don't we let it grow? Why don't we let it grow? It grows stronger for every day. We just can't keep it away. No, grow. It grows stronger for every day. We just can't keep it away. Oh, make no move for someone, takes a place. I know how you feel, but you're scared to say to my face. I sure know you want it, afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow? Why don't we let it? Why don't we let it? Mi mëngjesi kanë qenë ca ditë perfekte koha, nuk u ngopa tu e thënë. Fshiva pak balkonin, po fshi dhe pak shpinë, se shpejti kam miq që kështë po bëjta punë. Maça që unë po përdor, që e pat edhe dje, piva dhe sot, është kjo. Është djerë zakonisht shumë e mirë, është sa e vogël është vetëm 100% organike, se mbaj mënca se paska këtu. 20 gram, edhe kushtoj 20 euro. E mora në Amazon. Në qoftë se doni linkun, më shkruani, t'ua dërgoj në Instagram. Është me vërtet super, ishte një nga bestsellerit. Përveç asaj, mora dhe këto se mora në Amazon, mora të Primarku, kur isha se maj mënd, po s'ua kisha treguar dhe do I laja tashi dhe I pasha tash t'ua tregoj. Janë këto pijamat, unë I adhuroj pijamat e Primarkut, I kam njerëz zakonisht shumë qef, edhe më rrin shumë mirë. Vetëm se me Primarkun duhet të merrni të size down, të merrni një size më të vogël, sepse I kanë goxha të mëdha gjërat. Edhe unë pijamat I marr larg, sepse me kalimin e kohës ato lirohen, unë I laj shpesh, edhe që kështu I marr larg që të më lirohen dhe të më rrin fiksu, se për ndryshëm më bien të elastiku. Ky është sigurimi im, por pijamat janë shumë të bukura. Janë me këto lulet kështu, si tulipana, roz, për spring. Unë I kam shumë qef sepse na që punoj edhe nga shtëpia, punoja nga shtëpia, se tash I kam me një punë fizike. Mendoj se pijamat janë shumë të rehatshme. Akoma nuk më kanë marrë në telefon të puna për të nisur, kam firmosur të tëra të gjitha. Thjesht tash po pres telefonatën që të më thonë nga kjo ditë nis sa të më aktivizohen kredencialet të dhënat në sistem. Kështu më ka thënë. Thash, koha është perfekte, so do marrë dhe andi në aeroport, do vi. Nuk e di, jam shumë e lumtur që më në fund do vi, sepse jam përzitur shumë këto ditë vetëm njerëza, unë është shumë mezi po më kalohej, jo stresi, jo mërzia, jo të gjitha bashkë edhe më bëk shumë, nuk di çat ju them, një lloj gjendje shumë e keqe që mos para më ndodh kurrë. Never understand things that we want, but you keep coming back. I want love you don't know, so why are you here? Yeah, I should take it back so that you don't know. Ja ku më erdhi dhe burri, më erdhi të buzëqeshja. Kishim 3 ditë pa njëri tjetrën. 4.
Po, prandaj çton. Po, Sandi ishte për sebepin që ju thash. Po, të premte çlun diel të hënë të martë. Sot të martë erdhe ti. Vajta mora Andin, e mora bashkë me nipin e vogël me kunatën edhe vllajën e Andit. Unë vllai erdhi në Shqipëri. Po, i morëm të aeroportit, takuam edhe njëna ju, shumë faleminderit që na flisni dhe na takoni, e gjithmonë një kënaqësi. Erdhëm tash, hëngrëm çik pasta edhe Burrim makarona me mish të grirë. Po. Me ragu. Kështë dalë shumë e mirë. Se e thëmë ragu, ty pëse se thëmë mish grim. Ragu, mish të grirë. Duket si mo... Si mo luks. Duket si mo mirëqenie. Ragu. Duket si mo të pasur, ha? Po. Me mish të grirë dhe me salç. Po. Me salç të kuqe, që shtot Niki. Po. Por jemi shumë të lumtur që Andi erdhi. Jam shumë e lumtur, më saktë. Po. Edhe pse iku për sebep. Po. Për një fatkeqësi edhe ish tani. Tani po presim të më marrin mua në telefon për të ikur në punë, që akoma nuk më kanë marrë. Edhe tani përveç se tallen që mezi më morën në punë, tallen që kanë firmosur unë që s'më kanë marrë akoma. Ngelën ma bullizuan dhe ma tallën këtë punën pa fund. Akoma pa fillu. Po. Akoma Si reacion. Në po, bërë shaka vati, kisha. më bë në loj mua dhe më thonë kja dhe 100.000 euro Andi. Erë që ta firmosa tha dhe dhe jitë mërkurën punë. Jo, do më marri të mërkurën në telefon. Po do marri të mërkurën në telefon. Sot është e martë. Do të marri të mërkurën. Po. Po kemi t'i qika më në afatet, pra. Po kënë ju thashuve, po ju keni 7 vjetë që talën. Do se të shkojët mërkurën punë dhe ato do të mershin në sot ose një nga këto ditët. Do më marrin të mërkurën. Bisë, mi të votha, ajo. Bisë. Bisë është deri. Po pra Po deri, po. Po deri të mërkurën, do më thënë do të marrin. Vete në kurs të mort, ja. As një gjë nuk mëson në kurs, as si që s'ka mësuar. Nëse ka 3-4 ditë pa shku. Po, edhe s'ka shkuas në kurs tash. Por thjesht doja ta mbyllja këtë video, ka qenë çik shkele shko, se thash që Andit i ndodhi një fatkeqësi vdi që gjyshi. Edhe të gjitha, që t'i bëjmë këshu është jeta. Se bodhe i maça kryer. Po, Andi piu strawberry matcha, se Andi thot që të gjitha gocat që pinë matcha e pinë për foto, sepse matcha nuk është e shijshme, por ju thjesht e pini për foto, sepse të tjerë në Instagram pinë matcha. Edhe në Instagram. Ne, si ishte matcha? Por jo. Ishte vërtet e mirë. Nga e parë që pije. Jo, kësha pije dhe tjetër. E ke pitë ngrotë herën tjetër. E ngrotë së shqe, e ftohtë është me mirë. Po, ne pim ngrotë faktikisht, e vërtet ishte shumë e shpije për mu. E thash se pim, por kjo që bo njerë si sot ishte shumë e mirë. Nështë ta mund tjetë pa lidhe fare, kjo që ka bërë, se ka bërë shumë tut. Po pse e kam bërë ndë shumë tut? Ndoshta tha më sonë gëdi se si bëhet, ama ishte shumë e mirë, vërtet ishte shumë e mirë. Varet se mund ta marrësh me tonik. Zakonisht to pjetë si qëlloti, gatimin e qëllok, to pjetë si qëlloti. Më vërtet, ama këtë kështë qëllo. Një qëlloj të tëra pjetë, po t'i s'pi alkohol. Po. Po, të bëj një këshuje tash. Po, na bëj dhe këtë edhe maça paret sa më bëne reakcion. Po, do të bëjmë një pije tash, do e bëj dhe një për vete, do bëjmë një aperol. E shëvate që është uraj i me misër? Të gjanin? Kështu njerëz, kështu. Takohemi të video tjetër. Po shkem të kalon shumë pjerda se kalon një, a shëpa? Takohemi të video tjetër, ciao, edhe në gjithë të mira dhe shpresoj që ju dhe familja juaj të jeni sa më mirë. Shkoj çdo gjë, okay. Po, mirupafshim.